يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë a Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i katërt këtu poshtë që flasmi për temën jeta në varr. Normal jemi ende duke u përgatitur për në varr si shkon puna dhe si është ajo jetë në varr. Po ende jemi duke u përgatitur para se morte të çajo pikë edhe pyetje që na vinë në atë zaman, atë kohë, në atë jetë në varr. Por jemi duke folur se njeriu ka mundësi edhe mos provu në momentet e fundit të jetës së tij. Ka mundësi mos provu momentet e fundit të jetës së tij. Dhe tham që njeriu çuçi ka lënë jetën, çuçi ka lënë jetën, kohën në këtë botë, çashtu ka fundi jetës tina, çashtu edhe përfundon jeta. Në kalof me të mira dhe i përfundon. Në kalof me të këqija krejt, edhe me të këqija do t'i përfundon. E pastaj ashtu çuçi përfundon, ashtu edhe do të ringjallët ditën kur të dalmi para Allahut Azza wa Jall. Këna mbetë një pikë që thamë se ka mundësi prej sprovave që i vinë njeriu në momentet e fundit, kur tosh për me dhon jetë, për me dhon shpirt, për me amor me leku i vdekjes me amor shpirtin njeriu, në çat moment thamë njeriu sprovohet, vjen shejtani ban telashe dhe këshyr me deviju, dhe kjo është shansa e fundit e shejtanit. Krejt kapacitetin shejtani e jep në këtë moment që ty me deviju. Se qëllimi i tij është jo ty me të bëu të mirë, por me të deviju, edhe me ju bën argat i tij, xhamati i tij, shok i tij në zjarmin e xhehenamit, Zoti na ruaj prej tij. Disa njerëzve a din se si vjen sprov shejtani. E ka përmendur edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në Ikhtiarat, në librin e tij Ikhtiarat, të një libër të tij, që disave, jo krejtve, ju vjen edhe një formë, edhe një sprov pak henes ma kritikuese, edhe ma e rond. Cila është ajo? Ju vjen në formën e prindërve të tij. Ju vjen në formën e prindërve. E kjo është më e rënda. Nëse njonit i ka shku prindi që so vite, nështë ta krejt në femirin i tru e ka po prindin, tani ka vdek, nuk din halet qaste, knaqësie me prindin e ti nuk ka. E qenë që ato momente i vjen. Edhe adi shka i vjen? Si i vjen? Nuk i vjen mi dhon korajo. Mi thonë, hajt, bandurim, se ti e djali mirë. Nuk vjen për shtu, por vjen për me deviju. Shejtani, disa njerëz ata Sheikhul Islam Ibn Taymija, ju vjen në formën e prindërve të tij për me deviju. Çka me deviju? Vjen baba i tij, ose nëna, ose dët. Dhe baba i tij i thot, o biri jam, unë kam qenë musliman, ti e din. Ke ngrati momentet e fundit të jetës vish ngan. Thot, unë kam qenë musliman. Ama punë keq i kam tash. Aman zaman, këshill po ta dhon. Bahu i krishter, se veç i krishter po shpetoj shandej. Lëgoj tash, babon që se ka po që so vjetë, mi ardhë. Edhe mi thonë, o biri jam, banu i krishterë, se në musliman jam këtë e din, jam këtë njëri të vetëshëm, e kam morë në gjamije, kam shku në gjamije, 5 vogët i kam fole, agjerim e krejt ato, por ndash me shpetu, se unë tash e posh realitetin, ku e edhe në këtë botë.
edhe kë më ju përgjigj çish më përgjigj tash është fillon më ndryshu pak në botë tjetër, fillon me hin botë tjetër kur vjen momentet e fundit të jetës tonë. Se sheh sane çka nuk e po më herët, sikur që kena përmend, sheh melek që më herët s'ke po. Vin melek të rrethojnë, sa që syni melek, edhe të rrethojnë, të dojnë selame, në këpsh buri mirë, të dojnë selame, të përgëzojnë. Dojnë më së marakësit në gjennet, inshallah, se të keshe buri mire. Me ka i kesh, të kondër të në të thojnë. Kur nona e veti thët, o birë janë, nga je babin tanë që ka pëtët, ata dytë janë shejtanë. Thët nga je babin që ka pëtët. Se edhe unë jam ku muslimonët, ti e din. Po vallah, thët jam të hek. Por ato po shpëtëjshe, ja banu krishter, që shpëtet babi, ja banu që shpëtam one banu jahudi. Ja banu krishter, ja jahudi, që të po shpëtëjshe të qysh. Asi musliman, mos vetë se ke që kishe punë në po me shkru. Se na jem të hek. Kjo është prej spruva me thonë drejten, prej më të mëdhojave që i vjen njeriut, disa njerëzve, thash, nuk vjen për krejt, po disave që ju vjen në momentet e fundit të jetës së tyre. Prindi me toshë. Për këta, e përmen një hadith të Imam Ahmedi, Tabarani dhe të tjerë, edhe në Sahih Targhib, që është libri Targhib e Tarhib, Shekhu Albani thëtë është hadithi hasanun li gajrihi, këtu një shkencën e hadithi, pra i pranushëm, me mbledhje të rrugëve. A di shka thëtë shejtani? Thëtë shejtani hadith që vjen për Ebi Sa'idin il-Khudrijut. Thëtë, wa izzetike la abarahu aqwi ibadeke ma damet arwahuhum fi ajsadihim. I drejtohet iblisi, kur i kem pasat e në fillim, kur e krija iblisin dhe në zjerri, prej mshirës e ti, adaji. Edhe i tha, pasha madrin tënde o Zot, tash iblisi ka thënë, Allahu të zëgjën, pasha madrin tënde o Zot, ka mu përpiq me ti deviju rëbë të tu, sa ti mbet një tru shpirt në trupin e tyre. Vesh një tru shpirt, një met, një tru frimarja një pasht, one ka mu përpiq me ti deviju. Pra iblisi, ku ka shejtanve, a i shejtani që është me jetë gjatësi, se të tjerët, iblisa e tjerë shejtan, nuk e kanë këtë kapacitet, edhe këtë mundësi, që me jetu adin për gjithmonë, dhe e rinë kiamet, se kanë, e ka veç iblisi, se atja ka në zëti. Mirë po, e aj ju betu Allahut, pasha madhnin tonë dhe zëtë, one kam i ti deviju njerëz, kam u përpiq mi deviju sa ti mbet një trufrim në shpirtin e ty, ose në trupin e tyre. A din si thët Allah, si thët Allahu? Thëto iblis, në këtë hadith që përmendin, thët pasha madrin time, edhe unë kam i fal, për derisa ata më kërkojnë falje mua. Edhe unë gjithherë, so herë të më kërkojnë falje, unë kam e i falë. Kështu ja këthen Allahu iblisit. Pra, shejtani vazhdimisht këshirë deviju. Dhe një prej pikave që e jep energjin ma të malë të fundi, që ka i mbetet, të në shpijet që atë disa njerëz i vjen, i vjen dhe i thët në formën e babës, në formën e nanës, banu krishter, banu jahudin, dash me shpetu. Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'an këtë momentet e fundit, e përmend në Kur'an kur thot kella idha balagatit taraqi, tha Allah Azza wa Jalla, por a e dini ju njerëz se kur t'i vjen njeriu shpirti në arzën e tij, në fytin e tij, kur t'i vjen shpirti qitu për me dal, e kur i vjen shpirti në arzën e tij për me dal, çatëherë ju të bën të sprovat. Çatëherë edhe shejtan me njon, këne ishe me lekt, vazhdan ajeti, wa qila man raq, edhe a i thët, a ka nëj kush që më shpëtën, edhe që më shërën mu që tashtë. E kërkën shërimin, që atë momentet e fundit, ha bërë nëj kush në të më shërën, dhe të më shpëtën se marova, se kje që i kam punët.
wa dhanna annahu al-firaq, edhe ai mu çatëherë është më i bindur se kur e thot këtë fjalën, a ka shpëtim, a ka ne kush më shëron, s'ka. Edhe atë bindet njeriu që heci çështja e tij. Mo veç tash po shkoj ka për ahiret, për botën tjetër. Vazhdon ajeti wal tafati saqu bisaq. Në çato momente ja nisin mu të ftuf këmbët, edhe mu të bashku këmbët. Jo rasisht e përmendi Allahu në këto momente të fundi kritike, kur shpirti vjen në arzën e tij, i tha dhe i bashkohen këmbët. Pse ja nisi prej këmbëve? Me thonë drejtën, kur je fillon shpirti me dal, fillon mu të hek nga komt e të shku për pjetë. Nga komt e të shku për pjetë, për ta ftupën, filloj mu të ftup komt, edhe mos din në të dhimbje. Edhe ta të bashkohen këmbët. Thot ila rabbike yawma idhin al-masaq, amo tash fillojnë me ju ftup këmbët dhe me ju bashku, edhe është më i bindur se tek Allahu Azza wa Jall ai ka për të shkuar. Vërtet që këna përmend deri tash sa fjasit porve, si lloj argumentesh, ngjarje që vërtet njeriu është në sprov. Është në sprov derisa ti del shpirti. Edhe vdekja është e mundimshme. Mos ta mendojmë që është këtë e lehtë. Por të garantuam ne xhenetin edhe me kohë muslimani mirë se kemi. Të garantuam janë kohën veç pejgambert, edhe ata që pejgamberi ju ka thonë me emra nëse mirëmi. Ata që pejgamberi kanë ti kime konë xhenet, si Ebu Bekri për shembull. Ti kime konë xhenet si Umeri, Uthmani, Aliu, Talha, Zubejri. Ata që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti kime konë xhenet, na tjetë si kim. Por kur është çështja kaq kritike, ka mundësi dikujt ju ka bajatos jeta e tij, është lodh me dunjon. Edhe kokë si plot. A thu, a ban që ky njeri me thonë, me që u bajatosa prej kësoj dunjoje, jam lodh me këtë dunjo, shoqënia jam kanë shku, ka plot pleq, anë kuhen, dhe thujnë, nejse, agji, edhone, edhe ka plot, thujnë, nuk po ka me full, se gjenerata e ti ka shku, shoqëria e ti kanë hecë. Mos tham që ka mundësi ati i vjen thët, bre, zdi, në kisha me vdek edhe one, me lëshu këtë botë krejt, se s'pa ka me kanë me full. Njoni 60 vjet, i kënë me 3 që si një heq, ose njoni 80 vjet, dhe 3 që ka 15 vjet, 20 vjet, shka të fletaj me tonë. Edhe tëtë me pas vdek edhe one, a zët, merë ma shpjetin edhe mu. E tashti është trajtu çështja, me qim halet të mort të që kjo e shpirtit për me kalun në varë. A lejohet, a lejohet, a ban, a është e mirë, fetarisht me lutë Zotin e madhreshëm që me vdek. Me lutë Allahun që me vdek, më ta mor shpirtin, a është e mirë apo jo. Pe fillojmë vish pak si në përgjigje, pasaj normal që këna me vazhdu herën tjetër. E ajo është, me thonë drejten, nëse je besimtar i mirë, edhe i devotshëm. Nëse je besimtar i mirë i devotshëm, nuk e kanë preferu, fillimisht, nuk e kanë preferu me kërku vdekjen. Nëse sprovohesh me çështje dunjos, nuk djem atë më po thënë. Tlenusja, tukën janë do prej bashkëshortës, fëmija ti ka mon nusja nejna, kemet vetë, fukarallëk, ketë ato, çështë dunjoje. A o zëtë, jam jo, fukarallëk, jam e pa bashkëshorte, merë ma shpjetin, që këtë rast nuk është e preferuar. Por, është ma mirë për muslimonin e mirë me pos jetën, me vazhdu jetën. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që sjell Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe të tjerë, dhe Sheikhul Albani tha hadithi është i vërtetë.
Tha khairun nasi men tali umruhu wa hasuna amaluhu. Tha pejgamberi alayhis salam, njerëzit më të mirë, a din cilët janë? Tha njerëzit më të mirë janë ata që ju zgjatët jeta e tyre edhe bëjnë vepra të mira të vazhdueshme. Nëse ki jetë të gjatë, nëse shihni naj plak, na një të mushuar, që i ka bon 70-80 anena, i ka bon, por e shihni që ai ban vepra të mira. Ai ban vepra të mira. Prej këtij hadithi, ai është duke vazhduar vepra të mira, të fol namazet, të dhon zeqate, të agjeru sopamone. Pejgamberi tha këta janë njerëzit më të mirë. Pra shenjë e mirë. Nëse ki jetë gjatë dhe je duke vazhduar vepra të mira, është shenjë e mirë për ty. Je në mesin e njerëzve të mirë. E qartë? Kjo është argument që si argument i parë se për muslimonin është mirë me jetu, ma mirë me jetu e me vepra të mira se me thonë zët merr ma shpirtin. Kjo është pikë që e nisa, por për këtë do të flitet ende më shumë në radhën e ardhshme nëse Zoti ka bërë emër. Lusmi Allahun të na fort na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.